Mirë se vini në epizodin e 11 të sezonit të 2 në podcastin We Economy, ku flasim për fenomene ekonomike, ku flasim për ndikimin ekonomik, ku flasim për inovacionet, për startup-e dhe gjithë ato të cilën I japin një farloj fryme zhvillimit ekonomik. Po para se të fillojmë me epizodin e 11 dhe me një misafir që kemi shumë special këtu te ne, mos harroni të na bëni subscribe. Nëse na bëni subscribe atëherë edhe neve na ndihmoni, po gjithashtu edhe mundemi ne t'ju ndihmojmë edhe bizneseve tjera në ato të cilën e ofrojmë. Thash misafirin ton special e kemi këtu. Bëhet fjalë për zotëri Arlind Musliu, po unë nuk do të shkoj me atë pjesën e zotëri, po Arlindin. Arlindi është një sipërmarrës jashtëzakonisht shumë I suksesshëm dhe ajo që më ka shtyr ta thres në podcastin ton, përveç asaj që deri diku jemi në një farlloj si themi, një farlloj mënyre të përbashkët të bizneseve, të ato startupe, të krijimit të startupeve, sepse Arlindi është shumë I suksesshëm normal. Më shtiu ta marrim në emision për vetë faktin se kemi një fenomen të largimit të trive, Arlindi e ka bërë të kundërtën. Për këtë arsye Arlindin e kemi sot këtu, është themeluesi I Lucky Medias. Arlind, mirë se erdhe në We Economy. Mirë se ju gjeta. Faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë mendoj se ja vlen edhe t'i theksoj një dy çështje këtu të cilat I përmendet që mendoj se mund të përmirësohen pak, është fakti se jam bashkëthemelues me vëllaun tim, edhe çka e bën edhe më interesante faktin se unë personalisht prej se kur kam filluar rrugtimin tim në përbanka shkollore, duke ndjekur model babin tim, domethënë si profesor I matematikës në gjimnazin e Gostivarit, e kam pat aftësinë time për mësimdhënie dhe gjithmonë kam menduar, edhe familja ka menduar se do jem pjesë e akademisë, do jem pjesë e institucioneve arsimore ku do jap kontributin ashtu siç ka bërë baba im. Po interesant është se ishte vëllau im ai I cili më shtyu, domethënë nga ana e biznesit, ai gjithmonë ka pas prirje më shumë për biznes, edhe ja ku jam sot, domethënë pjesë e një biznesi që ne konsiderojmë deri diku të suksesshëm dhe mundohemi të japim sa më shumë kontribut nëpërmjet tij. Edhe falenderoj vëllaun tim domethënë për shtyqjen që ma bëri në kohën e duhur. Po tjetër kemi ta përmendim, veç se kemi pas në podcaste tjera si 4 orin ka qenë vllau, por ajo që më intereson kush është fakt, përveç se asaj që ke dash ti je mësimdhënës dhe që ndoshta në biznesin edhe e bën këtë punë, po në mënyrë të pavetdijshme. E tham këtë çdo herë se unë kam kaluar në ato fazat e mësimdhënies dhe tash ndihem shumë mirë në këtë pjesën e biznesit, por përsëri jam ai pjesa e më mban ajo mësimdhënia dhe ka njerëz që janë të suksesshëm. Po kush është Arlindi në fakt? Unë vin nga Gostivari, realisht I lindur në Forin të Gostivarit, edhe gjithmonë ashtu si më ka pëlqyer matematika, ashtu si edhe babai im, edhe kjo më ka shtyr, domethënë që sa më shumë t'i afrohem edhe teknologjisë, duke ditur që teknologjia, IT-ja ka të bëjë shumë me matematikën. Bile është interesant fakti se në shkollë të mesme, ato 6 muajt e fundit përpara se ta vendos se çka do vazhdoj studimet, kisha një shtrëngim të mbrëmshëm emocional ku nuk mundesha ta vendosë çfarë drejtimi. Matematika pastaj filloi mos të më pëlqej, se më dukej sikur pak e thatë, desha diçka praktike ku do mund ta përdori për diçka më të madhe. Edhe ngela në ndërmjet biznesit edhe informatikës, kështu që kur mora vesh se është hapur një drejtim biznes informatik te në Universitetin e Evropës Sivilindore, po. Edhe vendosa që ta vazhdoj atë drejtim, isha një rata e dytë atëherë dhe doli një vendim shumë I dobishëm për mua, aty u takova edhe me profesorin Visarin, edhe bile është interesant se ja vlen ta cek edhe këtë se prej gjitha lëndëve që I kam pas, lënda e marketingut ishte ajo I cila ishte, të themi, shumë praktike edhe fituam shumë përvojë të cilën edhe sot e kësaj dite unë e praktikoj edhe me biznesin tim. Dhe kjo më shtiu që pastaj kur ta kem atë ftesën e vëllaut tim, ta themi kështu, për tu bashkuar me të në biznes, pasi që ai fillimisht e kishte filluar biznesin tashmë 2 muaj kur u ktheva unë nga Suedia. Ishte kjo se ideja të gjitha sfidat e biznesit edhe më pëlqente si sfidë. Gjithashtu edhe punë praktike kisha bërë edhe në përbanka, por sikur nuk më pëlqente ajo pjesa e administratës së bankave dhe të qëndrosh mbas
vetëm me pjesën e dokumentimeve administrative, krejt ajo desha të jem përgjegjës për diçka më të madhe, edhe më duket se kjo sfida e biznesit, e menaxhimit të tij është diçka që më kënaq pak më shumë. Kështu që sot me Lucky Media ne punojmë për kompani të ndryshme, fillimisht kemi pas kompani pak më të vogla, bile ja vlen ta ceki si fakt se ishin kushërit tanë që i kemi në Amerikë, të cilët besuan fillimisht e ne, domethënë fillimisht për ato krijuam disa veçfaqe të thjeshta, të cilët ne i punuam me kualitetin sa më të lartë. Edhe kjo bëri që kur të kemi kontakt me klientë të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kemi një portfolio shumë profesionale, e cila do fliste më shumë se sa fjalët tona, dhe gradual duke rritur nivelin e kompanive me të cilat bashkëpunojmë, sot jemi në bashkëpunim me disa kompani që janë enterprise dhe të cilat kanë buxhete. Mund t'i përmendim. Po, është Data World, e cila për momentin sapo u bë acquired nga një kompani tjetër e cila ka diku, nëse nuk gaboj, mbi 3.4 miliard dollar budget estimation, buxhet nëse do të dilte në shiqe, budget estimation tash nuk e di. Do të jetë kjo i vjen si faktikisht sa kushton, vlerë, sa e ka vlerën po. fakt në treg Po. ai biznes, po. Po, por nuk është se ka shumë në bank, domethënë, por është vlera e saj. Vlera e komplet Po. biznesit. E tash Data World të cilën me të cilën bashkëpunojshim ishte diku mbi 200 milion dollar, ndoshta kjo tani është shumë më e madhe se ajo. Edhe dal nga dal, domethënë ajo fokusi në kualitet duket se po i jep frytet e veta, domethënë duke mos u fokusuar në shumë klient me punë të shpejta dhe të jo kualitative, jo cilësore, por duke u fokusuar në punë të cilat i bën ngadalë, po në fund kur të dalish në treg të kesh një produkt i cili depërton, domethënë mbi produktet e tjera. Domethënë kjo vjen një farlloj, ju jepni një farlloj outsourcing për tregun e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Realisht jo, pasi që outsourcing është bërë si një trend këtu tek ne dhe shumica e kompanive, por jo të gjitha, bëjnë outsourcing. Po. Outsourcing është kur një kompani e menaxhon këtu një kompani një proces caktuar, një proces të caktuar të rekrutimit të ekspertëve të fushës IT-s. Dhe ajo e mban komplet procesin e menaxhimit këtu, që t'ja lehtësoj kompanive të jashtme për rekrutimin e talentit tu tek ne, që ato mos merren me çështjen e shumë detajeve të vogla, po thjesht duke ja dërguar pagesën kësaj kompanie bazë e cila do i shpërndaj pastaj tek punëtorët, ajo e bën këtë lidhje ndërmjet kompanive të jashtme me punëtorët këtu. Ndërsa ajo që e bëjmë ne kemi lidhje direkte me klientin dhe punojmë si kompani, domethënë jo si individ. Te outsourcing për shembull, nëse kompania nuk është e kënaqur me punëtorin, ajo thotë të lutem prishe kontratën me këtë punëtor, unë dua një ekspert tjetër më të mirë, shembull. Edhe në këtë rast kjo është e detyruar që ta bëj atë ndryshim. Ndërsa tek ne çkado që bëjmë është Lucky Media. Domethënë nuk ka të bëjë me punëtorin. Domethënë jemi ne ata që e marrin ta themi meritën, nëse gjithçka shkon si duhet. Ju keni një fallë partneriteti me ato, nuk dil ka bash outsourcing kjo. Jo, domethënë ata janë pavarësisht se kush do e bëj punën, në fund është kompania jote që jep produktin final. Domethënë të gjithë ndihmohemi në këtë. Më intereson sa vete jeni në kompaninë e juaj? Për momentin jemi 10 veta, të cilët funksionojnë 11 në fakt. Edhe kemi domethënë IT kemi front-end, back-end, se si ndahen ato me teknologji, domethënë kemi edhe designer dhe kemi edhe menaxher. E tash pse kemi menaxher, kur edhe unë edhe vllau mund ta menaxhojmë, është vetë fakti se unë edhe vllau edhe jemi ekspert të fushës IT-s, kështu që nuk është interesante që brenda ditës ne vetëm të menaxhojmë. Domethënë ne duam që të jemi pjesë e proceseve, duam të shohim se çka ndodh në përditshmëri me produktet të cilat ne i nxjerrim, e duam të sigurohemi se ato janë të kualitetit sa më të lartë. Kështu që menaxheri është ai i cili i bën lidhje ndërmjet punëtorëve, ndërmjet nesh, ndërmjet klientit. Si arritët ta tejkaloni këta, që të punsoni një menaxher? Si arritët ta tejkaloni, se këtu te ne është jashtëzakonisht rënd pronari ta punsojë një menaxher, ta tejkalon veten, domethënë kështu. Është interesant se realisht është më shumë ndihmë se sa është problem, po është problem psiqik, siç e thekët, edhe kulturor, pak se këtu gjithçka duam ne ta kemi në kontroll. Po nga ana tjetër kur e sheh se kemi vetëm ta themi pa ne dy edhe pa menaxherin vet, ka 7 persona tjerë ose 8 të cilët do duhet i menaxhoj ai, nuk janë shumë teknikisht për një person, ose nuk janë shumë edhe ne nëse do kishim dalë për gjysmë që unë ti menaxhoj 4, vllau im 4,
edhe deri diku mund ta menaxhojmë, do të thonë nuk është ndonjë problem i madh. Po nga ana tjetër kjo na hup shumë energji, të cilën mund ta shfrytëzojmë për diçka ku ne mendojmë se kemi më shumë kapacitet edhe ku ne do e dimë se si lëviz tregu. Kur fokusohesh në çështje pak me detaje më të vogla edhe merresh me çështje të cilat të humbin shumë kohë, atëherë humbat figurën e madhe, temja the big picture ku ti sheh se si funksionon tregu, i sheh klientët se çfarë qasje kanë me punën tonë, mban raporte me klientët, do të thonë e hub këtë kontakt i cili është shumë i rëndësishëm në biznes. Arlind, unë do të kthej pak në fillim, do të thonë për unë do t'ju quaj startup, se do të thonë Lucky Media ashtu ka filluar, do të thonë si në fillim, si një ideja e vllaut, ti inkuadrosh një ide, kthehesh, fillon të bisedon këtu, do të thonë kjo story është zakonisht, po në fillim këshive të ne, problemi startup-e çdo herë idenë e kam, është çdo herë krejt në rregull, po nuk kam financim. Do të thonë nuk mund të filloj të financojmë. Si filluat ju në fillim? Do të thonë se flasim për një kompani që është e suksesshme dhe këtë do ta përcjell me të gjenerata tjera. Si ju filluat këtu? Ne kishim 2 fillime. Edhe për atë shkak unë do kthehem pak më mbas ku këtë fakt nuk e din shumica. Kjo dihet nga shumë vetëm ata të cilët kemi pas më të afër. Është fakt se përpara se të funksionojmë ne si kompani për IT, ne ishim një kompani e cila merrej me reklama. Domethënë si një lloj shtypshkronje ku ne bënim reklama, printimin e vizit kartelave, broshurave, flyerave, meny, dizajnet ndryshme, domethënë krejt merreshim me këto. Këtë e din, në Gostivar të paktën, domethënë arritëm deri aty saqë të deportojmë në trek edhe të ngushtua, po, si ra filloi të ngushtohet. Po, domethënë e sheh se ka një kufi që të ndalon. Po përpara se ta fillojmë këtë si biznes, domethënë përderisa unë isha në Suedi në studime të masterit, vëllau pat një diskutim me një person i cili i ofroi kontakt me një business angel, domethënë me një investitor që kishte të holla, dëshironte të investojë për ndonjë të ri që t'i jep ndihmë ta fillon biznesin, po nuk dinte ku të investon. Ky business angel ishte prej këtu te ne apo ishte? Kjo është informat shumë e rëndësishme. Këtë si informat, edhe ta ceki si procese çka ndodhi. Domethënë ishte një muhabet ta themi kafje, ku po çështu është business angel, çështu është, e diskutojmë. Jo formal muhabet. Po, ishte shumë jo formal. Duhet patjetër t'ua themi këtë, se shumë mendojmë, te ne mendoj çdo gjë që dikush ta financon në mënyrë formale, si në bankë që është marrësh kredi. Jo, domethënë këto mënyrat e financimit business angel është në mënyrë jo formale. Po. Edhe procesi ishte shumë i thjeshtë, domethënë kjo është ideja, më pëlqen. Pastaj doli se kish një person realisht përpara se ta merr vëllau im si ide për shtypshonjen, ai nuk e kishte atë ide, ishte i IT-s më shumë si ekspert, ishte person tjetër që e shitte biznesin e vet, edhe ai thonte se unë tash e shes biznesin e reklamave, kam deri diku klientellën time, por për shkak se të dy fëmijët e atij ishin larguar në kurbet, ai vet nuk donte ta mbajë si biznes, kështu që e shiste për një shumë relativisht të lirë, nuk ishte një shumë e madhe. Edhe investitori pranonte që ta investoja shumën, të bëjë edhe disa investime tjera që të mundet edhe ta ngrisim një nivel pak më lart. Edhe vllau e pranoi si ide, edhe ideja ishte që në momentin e parë kur do mund të kthehen komplet borxhet deri te investitori, atëherë ai largohet, deri ato momente ai her pas here, domethënë ajo, në fakt edhe ajo vlen të teksohet, domethënë ishte grua. Ajo do mbikëqyrte situatën se çka ndodh, krejt që të ndihmoj. Po, edhe të mentoroj. Po. Sa ishte equity i aty, domethënë në fillim, me sa equity ka hynin, më sa çfarë share ka pas në fillim aty. Mos normal ka pas edhe ajo një farë interesi këtu. Po, domethënë ideja ishte që të paktën ashtu si e filluam që 5.000 euro të investohet për ta paguar biznesin, se aq ishte shitja nga ana e personit që e kishte biznesin. E pastaj investimi tjetër, kur u bën ndryshimi i lokalit, u morën edhe do makineri të reja, shkoi diku edhe 12.000 euro tjera nëse nuk gaboj. Një pjesë e këtyre u paguan shpejt, pastaj një pjesë tjetër gradualisht. Domethënë parafërsisht ta themi diku 15 deri 17.000 euro ishte ai investimi fillestar që e bëri business angel. A dul në exit apo a kish mandej exit plan si thënë ajo, domethënë? E ideja ishte domethënë që ashtu siç do hec biznesi, në momentin e parë që paguhet komplet ajo investimi fillestar, ajo do largohet edhe do të rriqet edhe nuk do jetë pjesë e vendimmarrjes në biznes, domethënë biznesi komplet i ngel vllauti.
E tash për shkak se nuk unë asnjë dokument, nuk ishte asnjë lloj kontrate oficiale. Pse kjo ndodhte Po, nëse edhe kjo më ertë interesant se u përmend edhe në podcastin e javës kaluar, edhe sapo e ndëgjova më kujtoa historia dhe thash dhe mbaj mend që ta theksoj edhe këtu kur qemi. Është një problem këtu tek ne për shkak se mundohemi që çdo gjë ta bëjmë vetëm me një fjalë goje. Domethënë harrojmë atë pjesën e shkrimit oficial të kontratave që realisht do duhet bëhet. Do duhet, Do thonë edhe business angels e bëjnë, do thonë në çdo vend e bëjnë, po këtu te ne ende në atë mënyrë jo formale, po shkon çështje besimi. Shqyr që ka ardhur business angel në durë të sigurta te ju. Po shive tash ku doli problemi pastaj. Tash vllau im me gjitha vetitë e mira si i ka, nuk është ta themi, nuk ishte shumë i ri se ende ishin fakultet në atë periudhë, ishte shumë i ri për ta menaxhuar si biznes. Dhe normalisht bënte shumë gabimet që ishin normale për moshën e ati. Ka ana tjetër investitori shumë më i pjekur në moshë, diku afër 50 vjeç, domethënë në atë moshë e kishte problem ta kuptonte një 22-3 vjeçar, për shkak se dallimi në moshë ishte shumë i madh. Edhe kishin non-stop kështu konflikte të vogla që ishte problem për të kuptuar. Edhe mbasi erdha unë sikur pak u qetësua ajo si çështje, pak çështja organizimit, filloi të shkone pak më mirë, pak më rrjedhshëm edhe krejt. Po një herë për shkak të një gabimi që ndodhi nga ana e vllaut tim, që ishte normal për shkak të punës së madhe që kishim, ndodhi. Është gjë që ndodh. Edhe investitori tha një fjalë me të cilën, domethënë atëherë unë e kuptova se diçka duhet ndërmerret këtu. E tha se kështu si të shkuar, domethënë unë mendoj që të tërhiqem komplet, domethënë që ta largoj komplet vllaun tënd edhe ta mbaj vet. Domethënë kjo kështu nuk shkon. E tash, nëse ne kemi punuar ishte 5 muaj kishin kaluar atëherë. Kemi punuar 2 persona, unë kisha punuar 4 muaj, vllau kishte punuar një 2 muaj më herët, domethënë ku janë ata rrogat tona? Nëse kemi qenë si punëtor, nëse nuk kemi qenë vendimmarrës, ta themi nëse nuk kemi të barabartë atëherë si punëtor. Domethënë të paktën ato si rroga. Domethënë nuk u cek asgjë në atë aspekt, vetëm mjafton ke qëndruar deri tash këtu, nuk e marr asgjë në aspekt hallave, po tash unë mendoj se nuk mund ta vazhdojmë bashkë edhe mendoj ta mbarojmë me kaq. Edhe kjo mu më bëri që ta mendoj edhe një herë se po ne a nuk kemi asnjë lloj marrëveshje me këto, domethënë çka ishte ideja fillestare. Edhe atëherë vllau edhe një herë më seri se kjo ishte ideja, po nuk kemi të shkruar asgjë. Edhe atëherë ne vendosëm që të ndahemi, domethënë me investitorin edhe i tham se domethënë sa është investimi deri tanishëm që duhet paguhet. Gjetëm ndihmës nga ana e familjes që na ndihmuan, domethënë me të holla e paguam borxhin, edhe interesant se vitin e ardhshëm e paguajtëm. Domethënë u desh një vit që të paguhet, sikur investitorit kishte bë durim edhe një vit, ne do ja kishim dhënë gjithë ato holla. Po është më rëndësi kjo pjesa administrative, me të vërtetë. Se dinë rregullat e business angels, domethënë business angels hyn me një sumë aty, me një equity, e kemi fol shumë të vogël, nuk mund të hyjë me një equity shumë të madhe sepse mund ndodhe unicorn bëni ju. Edhe të fitojë shumë edhe kanë një farë exit plan, një exit strategji për një 3, 4 deri në 5 vite, domethënë duhet patjetër duroj. Po këtë duhet ta punojmë, domethënë të ardhmen Alin me të vërtetë këta duhet ta bëjmë edhe sepse ne kemi shumë njerëz që punojnë jashtë vendet tona dhe kanë të holla dhe mund të jenë business angels edhe mund edhe të përfitojnë sepse duhet ta shohim edhe pjesën e atyre. Domethënë nuk mund të hyjnë ato në biznes pa përfituar asgjë. Domethënë sikur që edhe humbin gjithçka, mund të humbin sikur që humb edhe vetë startupi. Domethënë kjo një përvojë jashtëzakonisht shumë interesante, po janë të ardhmen do të mundohemi këtë e bëjmë edhe ne bashkë, domethënë këtë mundohemi që këto startupe bëjmë të fillojmë diçka të japim një farë forme, edhe forme juridike që mandet kanë të zhvillohen në mënyrë të rregullt edhe në mënyrë të mirë. Tash unë do ta kthejmë pak këtë ndryshe. Alindi gjithashtu ju keni edhe qendër inovative, apo? Ju jeni punoni edhe me qendër inovative, këtu mund të jemi edhe pak konkurrent, po mund të jemi edhe bashkëpunues shumë jemi edhe bashkëpunues në këtë arsye. Si arritët te ideja e qendrës inovative tash, domethënë nga kjo përvoja që e morët në startupin e juaj apo do diçka tjetër? Përsëri kthehet te vllau im si ideatori i kësaj, domethënë me këto Peace Corps vullnetarë që ishin, edhe kishte një vullnetar, ata së bashku kishin aplikuar për një projekt për kurse të programimit. Titullohej TechUp. Edhe atëherë kishin një ide pak më thjesht, vllau im për herë mendon në mënyrën sa më të thjesht, pa mos e komplikuar shumë, domethënë me sa më pak mund të arrihet deri te rezultati, online ka programe të gatshme, ka sfida,
do i ndjekin ato sfidat, ne do rrim aty afër, nëse nuk kanë probleme e bëjnë. Unë thash, kjo nuk pëlqen. Nëse do bëhet, duhet bëhet me diçka pak më konkrete, ku ne vetë e bëjmë plan programin e krejt ajo. Tjetë më e qëndrueshme etj. Edhe unë atëherë ai thaj, po atëherë merre ti në dorë, ja ku e ke vullnetarin, ati duhet partner për ta implementuar projektin, bone. Edhe thash në rregull, edhe implementuam. E tash mbasi e mbaruam kursin, më thonë atë mbajtën për 3 vite, diku mbi 200 persona kanë kaluar në kurse të ndryshme të IT-s, bile disa janë shumë të suksesshëm sot në fushën IT-s, e shumë të tjerë kanë parë se nuk janë për atë fushë, që është shumë ndihmë e madhe për shkak se nuk kanë nevojë 3-4 vite në fakultet i humbin. Më thonë kanë pa brenda 3 muajve, ose nëse kanë vazhduar atë ciklin tjetër brenda 6 muajve, se unë thjesht nuk e pëlqej këtë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. E tash aty mbasi e bëm atë e pam se sikur kjo është në rregull, por tash mungon diçka tjetër. Këta sikur janë shumë si individ. Edhe na lindi ideja të bëjmë një lloj hakathoni, që e titullon Tekathon, prapë të lidhur me tekapin që e kishim, ku këto persona do mund të qëndrojnë për 30 orë në një hapësirë të caktuar të bashkëpunojnë tani, për shkak se ata veç kishin krijuar grupe të ndryshme shoqëri që njiheshin njëri me tjetrin, edhe e doli shumë e suksesshme. Atë kemi mbajtur 3 herë me radhë me donacione të ndryshme. E tash mbasi përfundonte ajo, merrnin shumë të caktuara ose merrnin dhurata, krejt ajo grante. Ashtu si jemi mësuar. Edhe mbaronte me aq, kupton? Edhe tash e ngjetëm nevojën se edhe kjo sikur nuk mjafton, sikur i lejmë në bal. Tash va treguam kurset, e bëm këtë me ide, tash kanë ide ndryshme, po tash ka të ndodhe. Ku do shkojnë këto njerëz? E vllau timi ndodhi që nëpërmjet ambasadës Amerikës të fitoj një scholarship, një bursë për të shkuar në Amerikë për 5 javë. Edhe aty për 4 javë ka qëndruar në një coworking space, në një qendër të përbashkët pune. Kur u kthye prej aty, u kthye me një ide shumë qartë se Gosivari ka nevojë për një qendër të tillë, edhe ne më dhe mos ta hapim, se është shumë ide interesante. Domethënë nuk e mendoshim në aspektin profitabil, vetëm e mendoshim në aspektin se nevoja ekziston, edhe pse mos jemi ne ata të cilët do implementojmë. A te kalut, domethënë, ju kalut prej asaj kompanisë të cilët ishit, domethënë Lucky Media që funksionon, e kaloni atë punën e social responsibility për community, apo si thënë atë komunitet duhet të fillojmë të hapim diçka. Po edhe kur e hapëm këtë si ide, domethënë coworkun në Gostivar, janë 3 donatorë. Atëherë fillimisht vetë ajo organizata World Chicago në SBA, cila e bëri këtë organizim për vllaun që tjeta që e pjesë atij projekti, ajo nëpërmjet një granti, domethënë ndihmoi 1/3 shumën e pastaj bisedua me komunën e Gostivarit, atëherë ishte kryetari Arben Taravari, edhe ai pranoi që ta financojë 1/3 dhe 1/3 pranuan ta financojmë ne si kompani. Domethënë to ishin 3 partnerët bazë që ndihmuan për tu hapur qendra. Po prej kur është hapur qendra, tashmë vitin e 7 jemi të qendrës, ka pas vetëm edhe një donator tjetër i cili nuk e pritëm realisht të na vi si donator, po ato kishin plan për të hapur më shumë qendra në për më shumë qytete të Maqedonisë, kur e pan tek ne se ekziston, tha na mund bashkangjitemi si partner, vetëm të shtojmë disa nevoja që keni ju, edhe ato na ndihmuan. E pas asaj, domethënë, gati se çdo vit nga 1.000-2.000 euro minimum, domethënë kemi ndihmuar çdo 6 muaj ose në vit 2-3.000 euro, jashtë faktit se ne paguajmë edhe qira si kompani që jemi aty. Domethënë që të jemi të barabartë edhe me ato tjerët që janë aty. Kështu që ka nevojë për kështu ide, por duhet të jemi të gatshëm edhe të bëhemi pjesë financiare. Këtë temë, domethënë qëndrojmë këtu, domethënë sa mendoni se janë të gatshëm institucionet tona, edhe qendrore, edhe lokale, ose a mundet ato të janë pjesë e këtyre iniciativave të tipit të Innovation Hub, të hubeve inovative, të qendrave inovative etj. Dhe sa ato ndihmojnë ose në të kundërtën nuk shohin mundësi të ndihmojnë nëpër këto qendra. E përmendë se po kryetari i komunës zoti Taravari kanë ndihmuar në pjesën e parë, po a vazhdoja, a kishte një farë lloj qëndrueshmërie? Si institucione, po e tham një shtetërore, mandej edhe pjesa e kompanive private, pse jo? Po. Realisht
atë ndihmë fillestare e bën, pastaj vitin e ardhshëm ne përsëri shkojmë me kërkesë, i kemi nevojë, po prej shumës që e pritshim ne për të ndihmuar ishte një shumë më e vogël për shkak se nuk kishin mundësi për më shumë. E në njëjtën periudhë ndodhi që edhe një qendër tjetër YCC-a që është Youth and Community Center në Gosivarqe të hapet edhe ajo nëpërmjet të ambasadës së Amerikës edhe komunës së Gosivarit, pastaj aty kishin obligime pak më të mëdha si qendër edhe ato e pan domethënë ishin duke investuar në tre të themi ide të ngjashme por jo të njëjta në njëjtën kohë. U hap pastaj edhe ICANN-i, edhe qendra ICANN që është realisht duke funksionuar në hapësirën e komunës së Gosivarit, domethënë qira nuk paguan atë aspekti, ka shumë harxime të mbuluara, kështu që të paktën aspekt të komunës, nivelit lokal, ne kemi has në përkrahje pak më të madhe në Gosivar, domethënë nuk kemi pas probleme, bile edhe më herët edhe partitë ndryshme të cilat kanë qenë pak më pozitiv në këtë aspekt. Nuk e tham vetëm pjesën financiare, se domethënë tani nuk domethënë pjesa financiare është një problem jashtëzakonisht, po edhe duhet edhe pjesa administrative, domethënë duhet pjesa e mirëmbajtjes së qëndrueshmërisë të idesë etj. Domethënë edhe për këtë kam idenë, ose tani në shtetin tonë ja kishim fondin për inovacione, ku përfundon fondi inovacione, dhe pse ka pas iniciativa, unë shpesh e kam përmend, ka keni iniciativa edhe private të cilët shumë më mirë, sepse ato kanë rezultate dhe mund të financoni ato pa të mbushura e dokumenteve të lloj-llojshme dhe të humbje kohës etj. Por që nuk hasin deri këtu, domethënë se tani kjo mënyra e funding e financimit kuptohet se në mënyrë të grantit, i marrën të hollat edhe mbaroi kjo punë. Unë e them të kundërt, domethënë parat janë një farë lloj monitorimi. Domethënë ai të monitoron, të evaluon me parat, sikurse rasti me Business Angel, të kontrollon dhe ti keni farë lloj përgjegjësie ndaj. Domethënë parat e them është shumë e rëndësishme të ketë financimi edhe i institucioneve shtetërore, edhe i kompanive private në për këto iniciativa, këto gjëra. Tash më kujtoa edhe një pyetje tjetër, si ti e vlerëson këtë tash ekosistemin e Maqedonisë, ekosistemin e startupave? Ke bërë 3 hekatone jashtëzakonisht suksesshme. Pse unë ende s'kam filluar t'i bëj, domethënë këto janë hekatone të cilët kanë prodhuar ide jashtëzakonisht mira, edhe pse kanë qenë grante, edhe pse i kanë ndërprer. Si e shpjegon këtë ekosistem? Nuk dua numra të kemi kaq numra, po ku gabojnë, ku është ajo, ku ndërprehet kjo puna e këtij ekosistemi? Pse nuk zhvillohet tutje? Tash unë do të cek një aspekt të cilën unë mendoj se e kam vërejt në këtë fushë. Kjo është fakti se ka shumë ide, ndoshta edhe për vetë faktin se siç është ajo thënia, tash nuk e di se sa do mund ta them sakt në italisht, tuto albanezi, tuto komandanti, si është ajo. Tash e kemi ne pak si prirjes që çdo kush është komandant në veti. E kemi pak ta brenda vetis. Po. E kjo reflektohet edhe te biznesi ide. Domethënë se ulesh tek ne me persona të ndryshëm, dëshoj se çdo kush ka ndonjë biznes ide. Të paktën 2 në 3 persona, ta them, unë të kisha thënë prej përvojës time personale. E tash kjo tregon që idetë ekzistojnë, ndoshta kapacitetet deri diku, po edhe jo, varësisht prej idesë, po ajo që është bariera më e madhe në këtë aspekt, unë do kisha theksuar faktin se ka shumë procedura administrative. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë problem. Shembull, dhe marr një krahasim. Unë kam kompani këtu në Maqedoni dhe kam kompani në Amerikë, të cilët pak a shumë e bëjnë punën e njëjtë. Domethënë është një kompani vetëm në 2 shtete të ndryshme. Procedura e hapjes së kompanisë në Amerikë edhe fillimi i funksionimit ton atje, domethënë është shumë çështje orësh. Po. Edhe vet ajo procedura finale ku dorëzohen pastaj llogaria përfundimtare, taksat, ato kreta, ato procedura. Kjo është stres. E kam pas stres vitin e parë për shkak se kam menduar me atë psiqikën e këtushme, domethënë tu e ditë përvojën këtu se sa është problem me kontabilistin, kretat, procesin, e kam pas stres. Pas vitit parë, domethënë e dërgova të gjithë balansin se çka kemi bërë atë vit, e pa kontabilisti atje, e paguajtëm vetëm mbas të fitimit aktual të atij viti, e pa me përqindje tha kaq do duhet të na paguani, jo në rregull. Edhe mbaroj puna ime. Do ta tregoj një shembull te çështja e kontabilitetit, dallimin se si e kemi, domethënë pas shkak se kemi edhe kompaninë këtu edhe kompaninë atje, tash se si ai stresi këtu
kur e dim se llogaria përfundimtare me gjithë ato Me kontabilistat tonë. po, krejt. gjithë ato probleme që i kemi derisa të arrim ta dorëzojmë një dokument në institucionet tona, ka pak stresin e vet, edhe atë ne jemi në një biznes ku realisht duhet qetë më e lehtë. Po. Në biznese tjera është edhe shumë më e rëndë se përvoja jonë që e kemi. Edhe kur ndodhi që ta shoh në aspektin e kompanisë tona atje, ishte shumë interesant se proces është shumë më i lehtë. Domethënë, mjafton që atë balancën e fundit ne tua dorëzojmë atyre atje, edhe ato nëpërmjet asaj e bëjnë komplet llogarinë përfundimtare, pas një muaji diçka, domethënë ne i marrim rezultatet, se është dorëzuar edhe fizikisht ne as nuk duhesh të shkojmë atje. Bile edhe kur e hapëm atër kompaninë, domethënë komplet procesi u bë online edhe ne nuk patëm nevojë që të jemi fizikisht atje, domethënë me komplet procedurën e dokumentimit ne e kemi bë prej këtu. Domethënë, kjo është një mundësi shumë e madhe kur e krahasojmë me sistemi këtu tek ne. E kjo të shtyn që pavarësisht se sa ide të ndryshme të kesh, ti të kesh vullnet që të fokusohesh te ideja dhe mos fokusohesh te pjesa administrative, ndërsa këtu tek ne ekziston ai stresi se a jam duke funksionuar si duhet, nëse më vjen kontrolla, domethënë çka do bëj. Se e kemi atë përvojën tonë, tash më kthehemi mbas në kohë se çfarë presionesh kemi pas. Ato lëshimet të cilat i kanë. Jo, lëshimet unë e tham këtë patjetër, e tham çdo herë, tham gjithë lëshimet administrative të cilat vetë shteti i bën, domethënë edhe të duash të jesh korrekt me gjitha ato, përsëri ato i din lëshimet e veta, mbas atyve lëshimeve dënon edhe një kompani. Domethënë kjo është përvojë jashtëzakonisht shumë e hidhur këtu te ne. Po ja, unë për shembull kur isha te biznesi i shtypshonjës, ta themi, edhe kishim një mashineri, domethënë të kohës vitin 1950, më duket në Gjermani ishte prodhuar ajo. Edhe tash për ta thirrë një ekspert që e kupton atë makinë ishte shumë problem. Edhe neve ai përpara nesh nuk e përdorte atë makinë për shkak se nuk dinte si ta përdor, kishte punuar 7 vite, përpara atij kishin punuar 2 tjerë të cilët e dishin. Ato rastësisht kur kuptuan se ne kemi marr, nuk njiheshim, edhe vetëm deshën të kalojnë ta shohin se si qëndron statusi i makinave të cilat i kishin lënë ato në dorëzim. Edhe atëherë pan se ne e kemi marrë, domethënë përgjegjësinë e kompanisë, ne nuk njiheshim edhe më një herë ofroi që 2 herë ishte aty të ma tregoj komplet proces se si të mund ta përdorim. Edhe mbas asaj pak edhe online mundohesha gjej diçka, por ishte shumë problem se makina shumë më të vjetra, online mund gjejmë për më të reja. Edhe arritëm që ti shtynim funksion ato, po në ndërkohë patëm një kontroll të inspektoratit edhe si paralajmërim ishte ajo se na mungon certifikata e përdorimit të këtyre makinerive. E tash në rregull, nuk është problem. Do shkojmë në Shkup dhe marrim te Universiteti i Punëtorëve, duket ishte. Po. Do shkojmë dhe marrim dokumentin krejt në rregull. A ka vend ku unë mund të shkoj të paguaj, edhe të mësohem, edhe ta di se si ta përdori këtë. Po nuk ka. Atëherë ku është arsyeja? Kushtonte 9000 denarë ajo. Shkova deri në Shkup me bëna procedurën si duheshte. Ai më parashtoi pyetje të kota, se nuk e dina edhe si duket ajo. Më parashtoi do pyetje, i tregova se si funksionon, e thash kaq ishte, po thash ku është vlera e kësaj? Tha procedura administrative. Tash kupton, unë duhet me biznesin të merrem, tash unë shkoj atje të mbysin me procedura të kota. Alin, domethënë unë tash se jemi nga fundi edhe ndoshta, domethënë si e shef ti këtu te ne këtë pjesën e startupave dhe trive, du të ma lidhish këtë pjesën, a kemi ne potencial këtu, se ti ke organizuar 3 hakatone të suksesshme, me gjithat historinë e asaj cilët a kanë qenë suksesshme ajo, po a mundemi ne të bëjmë një platformë në vendin tonë, ku këto universitete, ku akademin do ta fusim në këtë pjesën e këtij procesi, sepse shive ka jashtëzakonisht fonde të mëdha evropiane si AID, edhe në çdo aspekt, domethënë prej te creativity and culture deri te technology, deep technology, krejt i kanë përfshime, por në gjithë ato mungon pjesa e researchit, e kërkimit, domethënë ta mundemi ta fusim pjesën akademike, pjesën e kërkimeve, pjesën e këtyre trive që jashtëzakonisht kemi të mirë, domethënë me ideja të lloj-llojshme, domethënë të fillojnë të marrin këto ideja prej atje dhe ti bin këtu. Domethënë sa e shef se kjo mund bëhet në të ardhmen, domethënë si programe akseleruese, si dush ti shtym këto të rit, qëndrojnë këto, formojmë biznes ideja, pse jo në të ardhmen ndonjë unicorn ta nxjerrim
për këtyre vendeve. Si e shef këtë? Si e mendon ti? Si mund ta bëjmë këtë ndryshe? Unë do kisha thënë se na duhen persona ekspert të fushës së biznesit që nuk i din këto ideet e startupeve, të themi, por që thjesht procedurat administrative din t'i kryejnë shumë më mirë. Të themi, ato të funksionojnë si mentor për këto të tjerët të cilët nuk e din as pak pjesën administrative, por kanë një ide në cilën besojnë dhe dëshirojnë ta shtyjnë përpara. Për shembull, unë kam shumë përvoja të personave të ndryshëm të cilët kanë aplikuar në fitre. Edhe ne vetë kemi aplikuar, por nuk kemi fituar ndonjë grant, por kam persona të cilët kanë fituar dhe thonë më mirë mos e kisha fitu. Aq shumë procedurat kota, aq shumë ka pas procedura të pa kuptimta ndonjëherë edhe të pa logjikshme që nuk mundesh t'u gjesh zgjidhjen. Për shembull, të kërkojnë që ti paguash ato, që pastaj ato të t'i dorësojnë të hollat, e pastaj nëse i ke paguar, pse i ke paguar pa mos i bë këto procedura, shumë sende të vogla që realisht mbysin startupin. Nuk din çka të bëja. Edhe ai nuk mund të fokusohet te biznesi, ideja e vet, duhet fokusohet vetëm me këtë. Tash një shok tjetër që kisha një përvojë ishte edhe me Gizin, që është njëjtë me një mundësi shumë e madhe për kështu çështje, e thotë se ta kisha ditë se ka shumë procedura administrative, nuk do kisha aplikuar as pak. Kupton, edhe kjo e bën atë riun që t'jetë pak më i rezervuar te ajo çështja se a ja vlen ta provoj idenë e vet ajo, ku realisht duhet jetë e kundërta, duhet të jenë procedura sa më të lehta edhe të mendohen paraprakisht se si t'ju lehtësohen këto procedura, ku ata vetëm fokusohen te biznesi idetë e tyre. Për shembull, kisha një rast që asnjëherë nuk më kishte shkuar ndërmend një person i cili sapo kishte marrë një borxh prej dikujt që i kishte dorëzuar një borxh edhe kishte arrit, domethënë ta marrë para kohë, kishte ec biznesi mirë edhe ke afër 25.000 euro. E tash më thiri, u takuam live edhe më thotë, kam 25.000 euro të cilat nuk di ku ti investoj. Se tash ngostivar është bot trend blesh banesa, ose të ndërtojsh. Ose kjo ose ajo, domethënë nuk duhet të jesh ndërtimtar për të ndërtuar, mjafton të kesh parë edhe çdo kush mundohet me ato investimet e veta të ndërtone. Edhe tash sikur ajo është mundësia e vetme, ashtu shihet tek ne, përveç periudhës së dasmave ku çdo biznes mundohet të lidhet me pjesën e çka që ka të bëjë me gurbetin. Tash kemi domethënë edhe persona, për personin që Ceka jeton këtu, vepron këtu. Domethënë kemi persona edhe këtu tek ne që kanë të holla edhe ndoshta dëshirojnë të investojnë, por ajo frika se a do mbron mu ligjin nëse ndodh ndonjë manipulim e bllokon. Nga ana tjetër edhe vetë ai që e ka idenë, se edhe si e Ceka përvojën tonë, nëse ti merr të hollat edhe tash ti e mban idenë, e ec përpara dhe pastaj personi tjetër thotë e tash dil ti se mua nuk më duhesh, se nuk më pëlqen bashkëpunimi me ty, dhe kjo është një frikë. Kështu që mundësia e vetme do ishte që të kesh një mënyrë legjislative që do ta organizon këtë çështje, ku do jetë sa më e thjeshtë. Kështu që unë mendoj të paktën prej përvojës së deritanishme se mungon kjo pika e tretë. Domethënë mungon një institucion, një organizat, një biznes i cili do pranon që ta ecë këtë fushë përpara, që do thotë se unë do i lehtësoj gjitha procedurat administrative, kërkoj për shembull 10% të themi të fitimit, nuk kërkoj asnjë investim fillestar, të themi këtë formë. E tash çfarë do që do ndodh më atje, unë marr përgjegjësi për ata, po edhe marr përgjegjësi me përgjegjësinë time. Atëherë ai që ka idenë nuk duhet as pak lodhet me këtë çështje, se e din se në fund sa më shumë që të shkoj përpara biznes ideja e tij, ai do përfitojë sa më shumë. Nuk i intereson fakti se do përfitojë edhe dikush tjetër. Për shkak se ai lehtësimi nuk paguhet me parë ndonjëherë. Alin, ndonjë mesazh për këto të rit ton? Ta përfundojmë me diçka pozitive. Unë do kisha thënë mos kufizohen vetëm këtu tek ne, pavarësisht se jo çdo ide mund të përhapet për jashtë, domethënë ka edhe ide që janë pak më lokale, po ato të cilët kanë ide të cilat mund të hapen edhe jashtë ta dinë se ka shumë mundësi edhe shumë procedura të lehta, mos e marrin atë përvojën e këtushme kur mendojnë për ide të cilat ndoshta qoftë në Evropë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka lehtësime shumë të mëdha, kështu që mjafton të hulumtojnë online edhe do shohin se ka shumë mundësi të ndryshme, bile edhe të ato proceset që i kaluam ne për formimin e kompanisë, sot e kësaj dite marrim emaila për shumë mundësi të cilët janë si ndihma business angels apo kredi apo mënyra të ndryshme që ju ofrojnë ideve të ndryshme. Kështu që nëse ti ke ide, ato të kërkojnë ty.
Më thonë, jo ti kërkosh ato. Ato të kërkojnë se ato i kanë të hollat, por nuk kanë persona që kanë ide dhe do e shtyjnë përpara. Kështu që mundësitë ekzistojnë. Tash unë siç e theka edhe tu tek ne janë këta si mundësi, domethënë ekzistojnë persona që do kishin ndihmuar, por ajo mungesa e besueshmërisë, po. Institucionale, kështu patjetër do të. Po. Ajo pak sikur e bllokon. Alin, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që të kisha në podcastin e sezon në episodin e 11. Me të vërtet më kaloi koha shumë shpejt. Ishte kënaqësi. Faleminderit për atë që ishim mysafir të ne. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Shpresoj që të jetë sa më e dobishme edhe për shoqërinë tonë dhe çdo kush të jep atë kontributin e vet aq sa ka mundësi. Dhe në fund rezultati padyshim që do të vijë. E vërtet. Ju të shiquesh ose dëgjues të respektuar që na djegni atje, unë do ta përfundoj me një fjalim në pjesën e fundit të fjalimit Steve Jobsit që e mban në Stanford University kur i thotë të rive stay hungry but stay foolish. Më thonë që ndërnoj të uritur, po edhe të çmendur, sepse ato të cilët guxojnë ta sfidojnë veten me ideja janë ato të cilët janë të suksesshëm. Faleminderit shumë.